bashkë me kolegët nga qeveria e Kosovës dhe Kuvendi Republikës, me zyrtarë të shtetit e me aktivistë televizjes, me Fadil Fazliun, vëllaun e Bahriut dhe Fariut. Jemi këtu tek varri ku prehet i qetë Bari Fazliu, i cili ishte luftëtar edhe para luftës çlimtare. Kombi shqiptar ka Bari Fazliun, një luftëtar jo vetëm të orëve të para të përpjekjeve tona çlirimtare, por tek ai e gjejmë edhe shembullin e një intelektuali të ri, e një kritiku të angazhuar, e një poeti romantik, e një drejtuesi të gazetës dhe gjithashtu e një organizatori e ideatori njëkohësisht të strategjisë çlirimtare përmes organizimit të popullit. Bari Fazliu sot prehet këtu në Prishtinë ndërmjet dy personaliteteve të tjera të cilët i kishte gjithmonë pranë. Në të djathtë të tij është dëshmori i popullit shqiptar Fari Fazliu, i cili më pak se një dekadë para Bahriut, në ballafaqim të drejtë për drejtë me forcat armike serbe, ra heroikisht bashkë me Afrim Xhitin, ndërkaq që në të majtë të tij është shoku i tij i pandashëm Agron Rahmani. Dhe këtë përparësi që e kishte Bari Fazliu e maksimizoi duke organizuar rinin shqiptare deri në ditën e 7 majit të vitit 1998, kur ra heroikisht në betejë, në Bogiqe, në kufirin ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, me forcat ushtarake të Serbisë, pra më shumë se një vit para çlirimit të Kosovës. Për Bari Fazliun mund të mësojmë jo vetëm duke e lexuar jetëshkrimin e tij nga historianët dhe bashkëluftarët, por gjithashtu duke e lexuar edhe atë drejt për drejt, meqense ka lënë një thesar të madh të shkrimeve, të analizave të mprehta, por gjithashtu edhe të poezive të cilët sa janë të bukura aq janë edhe frymëzuese. Lavdi Bari Fazliut dhe të gjithë dëshmorëve të kombit tonë.